është që ne duhet i bashkojmë forcat me gjithkënd. Ne jemi të hapur që pse jo Mariana të Treqikën më zvahet dhe të marrë dhe shumë njerëz të tjerë bas vetes, se qëllimi jonë është që krijohet hapet rruga për rënien e qeverisë. Kështu që për aq kohë sa merren hapa brenda vetë Partisë Socialiste, jemi të gatshëm të mirëpresim këtë lloj lëvizjesh. Olger, a ka një plan tjetër nëse nuk qahet barikada në këtë mënyrë siç është nisur tani, BC tjera si do veprohet? Unë mendoj që koha do t'i pastrojë dhe do t'i kristalizoj shumë rrugës idetë tona. Të gjithë po tentojnë dhe përpiqen që të thonë, ok, të dalim të radikalizohemi. E kemi vënë, e kanë tërbërë opozita. Është radikalizuar. Nuk kemi marrë asnjë gjë, kanë shkuar në autogol, shkuan deri në lënien e mandateve dhe ja ku jemi në çfarë gjendje. Unë nuk mendoj që ajo është rruga e duhur. Për aq kohë tani ne kemi fëmijë shumë të vegjël aty në protestë, kemi një mbështetje masive. Nuk ka, thash, është e magjishme të shikosh nga 0 vjeç deri në moshat më të vjetra, që vazhdojnë me energji. Vazhdojnë me energji të ndjekin në marshin, krah për krah, një çift 75 vjeçar dhe që nuk dorëzohet se ecuri, domethënë është që ti nuk duhet ta mendosh kurrë atë lojë. Me orë të tërë. Janë protesta zgjat 6 shtator. 6 shtator dhe ata nuk dorëzohen rrugës. Derisa neve shkojmë dhe betohemi para sheshit Skënderbej. Por problemi është që një pjesë mendojnë që kjo mundet që të kalojë edhe në lodhje, duke qenë se nuk po shikohet një plan në horizont ose një program, një projekt, një lider aty. Më kupton? Mendoj që të gjitha gjërat janë provuar. Kur janë bërë gjërat shumë të shpejta, nuk ka patur të mirë. Ne nuk duam të heqim një dhe të sjellim disa më të këqij. Ai që lodhet shpejt do të thotë që s'është për betejë. Ju sa e keni menduar që do zgjatet gjithë kjo? Nuk ka afat. Afati përfundimtar është vetëm arritja e kërkesave. Nëse ne ja arrim dorëheqjen të parë, kërkesa e parë primare, pra duke u nisur, duke u çarë, është dorëheqja e kryeministit Rama dhe më pas rënja e komplet klasës politike. Të hapet loja, të bëhet një qeveri tranzitore, të ruhet vota, të bëhet një sistem majoritar, të bëhet ku pesha e çdo lloj kandidati të vlerësohet për aq sa ai vlet, të dalin të gjithë të hapur, pse jo more edhe këta që neve mendojmë se nuk bëjnë. Nëse ata e nxjerrin dhe vinë në kushte të barabarta, hajde ti shikojnë që sa ju vlen lëkura. Ne e kemi dëshmuar, edhe pse ata kanë qenë në lista të mbyllura, atë raste qesharake fare. Lider një parti e turp të madhe të marrësh 560 vota. Është të turpi më i madh. 560 vota, le të nxjerrësh edhe nga blogerët, edhe tiktokerat më cop-cop, po të dalin në shesh dhe të kërkoj, kam përshtypjen që mbledh edhe 4-5.000 vota. Është turp të thuash që unë drejtoj, unë jam lider dhe të marrësh ti 500. Kjo është meritokracia, mendoj. Nëse ti mendon që do të hapësh lojën dhe do të bësh demokraci, duhet kemi këtë gjë. Dhe mendoj që dhe presidenti, që i është mbyllur goja, që është i heshtur, duhet të ndryshohet tashmë. Nuk duhet ja heqim, po e bëjmë gjysmë presidenciale dhe të japim vlerësim nga populli, të votohet nga populli, që jemi, jo të shkoj të këndoj edhe të kërcej me lloj-lloj njerëzish që s'kan lidhje me Shqipërinë, ndërkohë Shqipëria aty përpara derës së tij po zgjen. Ju thoni e keni fjalën për këtë president apo do të ndryshoj kushtetuta për zgjedhjen e presidentit? Ti iki më të shkarkohet fare dhe ky president patjetër, bashkë me klasën politike të iki dhe ky dhe të bëhen zgjedhje. Të bëhen zgjedhje për të gjitha, duhet ndryshuar komplet sistemi. Kjo është argumentuar për e parë. Me presidentin s'kisha dëgjuar që të ishit të madh më parë. Po fakti që ne sot presidentin nuk e kemi asnjë lloj qëndrimi, por ne dalin edhe një herë thotë më ka votuar Edi Rama, me Edi Ramën jam, po ta dim të faktën. Ta dim ta ndaj shapin nga sheqeri. Kur duhet të reagoj presidenti për çfarë paguajmë që të shtoj godinën nga 600 metra ta çoj 6000 metra, ta bëj sultanat.
sultanat për familjen e vet. E keni menduar që të ktheheni edhe andaj për të ndaluar aty gjatë marshimit? Kemi shkuar. Po është e pamundur që të zgjosh njerëzit nga gjumi kur duam vetëm të flenë. Kur ti karrigen e ke të dhuruar, çfarë do lloj gjëja që të bësh, nuk është se të zgjon nga gjumi letargjik. Ndaj po them, nëse i kthehet vendimarrja popullit, nuk ka president që nuk do reagonte, sepse do e dinte që brenda natës do ishte i shkarkuar prapë nga populli. Duhet kthehet ligji i referendumeve. Nëse dikush mendon që po pse sa herë që të ngrihen shqiptarët që nuk duan diçka, duhet bjerë qeveria. Okej, dakor, mund mos shpenzojnë për gjithmonë për rënje qeverie. Atëherë le të jetë ligji i referendumeve dhe kur të jenë çështje me interes kombëtar, le të shkojmë në referendum, edhe le të mendojmë tani kush e ka popullin me vete. Olger, po qoftë Rama do çonte zgjedhjet parakoshme vendin, të ishte gati kjo shumica aty në shesh, ky grupim që të shkonte? Kjo është kërkesë gjysmake dhe nuk mendoj që është e vlefshme. Ajo do ishte një gjë, edhe pse ai është shumë frikaca, edhe unë nuk mendoj që do ta bëj atë, sepse në kushtet që jemi sot ai e ndjen veten që nuk i ka as 5 veta me vete, edhe nuk do ta bënte dot atë autogol, por vetë dim që ky sistem zgjedhor nuk na jep hapësira ne që për 45 ditë të organizohen. Është e pamundur. Është e pamundur, pra ne po themi të jetë një qeveri tranzitore me intelektual dhe me shtresën e mesme që kanë qenë të pa përlyer gjatë këtyre viteve. Ta drejtojnë ata, të na japin kohë për të organizuar dhe më pas të hyjnë në fushë vetej në kushte të barabarta. Po, më duket shumë e vështirë që një kundërshtar të jap kohë palës tjetër që të organizohet, të rritet, të fuqizohet dhe pastaj kur të doj pala tjetër të futet. Nuk do japi ai, është i detyruar. Ky është zëri i popullit. Po ju më nëse ai mendon që unë jam me popullin, ja ku është fushë betejë. Le të dalë dhe ta provoj. Pse Albin Kurti në Kosovë, sa herë që mendon që thot populli mendon që un kam të drejtë, atëherë ai shkojmë në zgjedhjet parakoshme, po shkon në zgjedhjet parakoshme dhe populli po e vot beson. Edhe vazhdon qëndron. Le ta përsërisim edhe këtu. Se neve në 14 vjet kemi vetëm 3 palë zgjedhje, kur në Kosovë në 7 vjet kemi 5 palë. Çfarë keq i ka sjell Kosovës kjo gjëja? Atëherë hajde ta dëgjojmë, hajde edhe të na mbyllet edhe goja. Që ne themi, okay, dolëm në zgjedhje, ja ku e humbët edhe juve, ja që unë popullin e pata. Nëse ai mendon që ka 800.000 sërish, hajde ne të dalë dhe ta provojmë. Po kërkoni një Albin Kurt këtu? Jo, nuk po kërkon askush Albin Kurt. Po kërkoj që jemi po të njëjtët shqiptar. Po ai dyshoni që ai ka dorë te kjo, pra ju ka dhënë një dorë? Jo, as pak. Mendoj që kontributi nga Kosova mendoj që duhet jetë shumë më i madh. Nuk duhet as të intimidohen, nuk duhet as të kompleksohen, jo po pse ne ju kemi dhënë dorë atyre, gjithmonë. Unë mendoj, edhe vetë kam reaguar kur kanë qenë çështjet me interes kombëtar. Edhe kur ka qenë për UÇK-n, edhe kur ka qenë për të gjitha gjërat. Të njëjtën gjë jemi ne sot. Kemi nevojë për mbështetjen edhe të Kosovës, edhe të Maqedonisë, edhe të Luginës së Preshevës, edhe të Malit të Zi. Sot më shumë se kur, ashtu siç ne reaguam për studentët në Maqedoni, mendoj që po njësoj ata. Nuk ka rëndësi edhe pse mos jenë fizikisht. Sot duhet ndar shapi nga sheqeri. Shumë kam parë disa gazetarë të nderuar në Kosovë që kanë dalë dhe po ndërgjegjësojnë. Sepse shpesh herë ndodh kjo gjëja kështu, që kur je në Kosovë, ti shikon vetë mediat shqiptare, që siç i dim si janë mediat shqiptare, je krijon një perceptim që shikon se Edi Rama ka të drejtë. Jo më se duhet dalë dikush nga ata, që ti thotë që shiko, çfarë ka bërë ai gjatë kësaj kohe për Kosovën? Se njerëzit harrojnë, 3 vite kanë. Olger, ka një pjesë tjetër, pra më lejo të sjell jo mendimin tim, po qëndrimin e disa palëve në këtë që po ndodh. Që tani ju më sollet shembullin e Kosovës, e cila shkon nga njëra palë zgjedhje në tjetrën për shkak të krizës së numrave. Njëherë ishte kuvendi, një qeveria, pastaj presidenca. Tani, nëse do ishte kështu si thoni ju që ata të vinë këtu për të protestuar, atëherë bie që ata do na ftonin